ka vazhduar të mendoj njësoj si që mendonte përpara këtij momenti të shfaqur në jetën tonë. Europa mund dhe duhet të mendoj të bëj të pamendueshmen. Dhe unë besoj që nuk është shumë e vështirë të kuptosh se si mund të duket kjo gjë e pamendueshme. Përvoja, kultura e ndryshimit duhet të ndryshojë dhe ne mund të çelim një epokë vërtet të pabesueshme për Evropën. I dashur Emanuel, të dashur miq, isha shumë i lumtur kur mendova që ky forum do të vinte këtu edhe për një arsye tjetër. Pasi bëra disa kërkime për të ditur më shumë për forumin, ajo çfarë kuptova është që ky është etaloni i përpjekjes për të menduar ndryshe. Jam plotësisht i përkushtuar ndaj gjithçkaje që do të dalë prej këtej e për gjithëkënd që mund të ketë ndjesinë se duhet të kthehet në Shqipëri për të investuar, për të qëndruar, dhe për ta përmbyllur, dua t'ju them diçka që ndoshta Emanueli nuk do të jetë shumë i lumtur ta dëgjoj. Po, më duhet ta ndaj me ju. Fal ndihmës së tij e ndihmës së disa udhëheqësve të tjerë, kemi çelur degën e re të Kolegjit të Europës në Tiranë. Ishte një vendim i jashtëzakonshëm që vijoi vendimin e mëparshëm të çeljes së degës apo kampusit të dytë, duke qenë se i pari ishte në Brysh e i dyti në Natolin në vitet 90 për të ndihmuar vendet që ishin përtej murit të bëheshin pjesë e Europës. Por, ajo çfarë ndodh është që kemi student nga e gjithë Europa dhe ata që vinë si student nga Europa duan të qëndrojnë e të punojnë në Tiranë. Nuk duan të shkojnë më në Francë, Emanuel. Dhe shpresoj fort që opozita nuk do t'ju fajsoj që në fakt ju jeni shkaku që ata duan të rinë në Tiranë duke qenë se keni ardhur kaq shpesh në Tiranë. Faleminderit shumë edhe një herë. Dua që të iki nga ky podiumet mos të hyj natyrisht edhe në thelb të gjitha këtyre temave të prezantimeve, sepse është dikush tjetër që di saktësisht çfarë të thotë e çfarë të bëjë për këto tema të thella. Dhe vetmja gjë që mendoj e bëj shumë mirë është ti qëndroj pranë këtij njeriu, të mësoj prej tij sa më shumë të mundem dhe të përfitoj nga miqësia e tij sa më shumë të mundem për Shqipërinë, jo për veten, sigurisht. Dhe të ndihem vërtet mirë që drejtoj këtë vend në një moment në kohë kur Emmanuel Macron drejton vendin e tij. Faleminderit shumë. Presupozohet që të qëndroj për t'ju përgjigjur pyetjeve, po faleminderit kryeministër, nuk mund të lësh skenën pa ju përgjigjur disa pyetje. Faleminderit që na keni mikpritur në Tiranë, sepse është dita pas një samiti të jashtëzakonshëm të KPS. Çfarë ndodhi? A mund na thoni cila ishte përmbajtja kryesore, çfarë diskutuam? Së pari, për pjesën e mikpritjes, profesioni i parë që kemi ne si shqiptar është mikpritja. Pra, në qoftë se nuk do të pyesni mikpritësin, atëherë do të ishte pa punë. Mikpritja në Shqipëri
është feja që na bashkon. Musliman, të krishterë, që bashkëjetojnë në harmoni të plot. Papa Francesku, qoftë bekuar, kur erdhi këtu, tha që kjo nuk është e zakonshme, kjo është vllazëri fetare. Secili ka mënyrën e vet se si e sheh Zotin, por të gjithë ne kemi një bindje që na përbashkon e që është e vulosur në kanunin ton të parë të mesjetës, ku thuhet që shtëpia e shqiptarit i përket Zotit dhe mikut. Kështu që, duke qenë se Zoti nuk shfaqet, miqt vinë e shfaqen për të, pra ju jeni të trajtuar si Perëndi. Në qoftë se do të ishte Cecilia, pra këtu, ideja është duke qenë se Emanueli këtu duhet ta ndani këtë vendin e Perëndive. Megjithatë, kështu ne i shohim miqt, kështu e shpjegonte kanuni. Kur troket në derë është vullneti i Zotit, e duhet ta hapësh atë derë dhe kushdo që është pas asaj dere duhet mirëpritur brenda, qoftë edhe armik, e nuk mund ta prekësh. Për aq kohë sa qëndron në shtëpinë tënde, nuk mund ta prekësh, mund ta urresh sa të duash, por nuk mund të bësh dot asgjë. Kështu që kjo është diçka që unë besoj vërtet, që është nder mjaft i madh që ju mikpresim. Të mikpresim këtë forum, të mikpresim të gjithë të ftuarit që janë këtu. Dhe do të bëjmë maksimumin që t'ju bëjmë të ktheheni. Diçka e ngjashme ndodhi në fakt edhe dje. Ta Perëndi erdhën nga e gjithë Europa dhe organizuam summitin e KPS që në Zanafill nisi si një ide e Emanuelit. Unë besoj se duke qenë një ide e vjetër franceze që daton pas deri tek abati i Shën Pjetrit, që i ofroi botës traktatin e jashtëzakonshëm të paqes së përhershme.